krahasim me bashkitë tjera apo qytete tjera më të vogla. Dhe këtu në mënyrë përveç ja ju them unë hapësirën. Ja, pra kishit shifsa e thjeshtë, shifsa e thjeshtë. Kryesore që Erion Velia dhe ishte mbështetur. Ju them unë shtyllën më kryesore dhe s'kam nevojë t'ju them më asnjë shtyllë tjetër. Një dhe një mjafton. Sepse kur dëgjoni, është një rregull kyç. Nëse i thu dikujt 7 gjëra nuk ma mend asgjë. Jo, jemi duke folur. Por këtu jemi duke folur për një shtyllë kyçe. Për menaxhimin e kryeqytetit? Po, këtu jemi duke folur për njeriu numër 2. Djes dhe njërë. Çfarë jemi duke folur? Këtu jemi duke folur për 2 kampe. Njëri kamp kujtoj në radh parë zgjedhjet ishin sepse Erion Velia është në burg për abuzimin e qytetit. Dhe kush e futi? Spaku. 2. Kandidatja që propozoi Partia Socialiste, pa qenë kandidate zyrtare, se zyrtarizoi dot se KQZ-ja nuk hapi zgjedhje, ama u propozua nga kryeministri. Hyn e del si person dieni për momentin, po nga Spaku. 3. Drejtuesi politik, Zëja Balluku, e marrë panderu nga Spaku. Ktu e mrusi përbashkët, ke ky kamp për Spaku. Ke ky kamp tjetër, kemi një kamp të plot qytetar me integritet, që s'ka rrezik as gjop makine, nuk ka zoti Binaj apo ata që mbështeteshin nga mbrapa, që s'kan asnjë problem me ligjin, që kanë detyrën dhe misionin për ta rikthyer legjitimitet Tiranën. Pik. Sepse këto gjëra që unë sapo ju lexova raport dhe ju çova raportin për transparencë, se raportet janë zyrtare, këto gjëra janë të pamundura të ndodhin vit mas vit mas vit mas viti. Dhe askush këto nuk i shef dot. Le ta përkthej thjesht edhe për qytetarët. Ne ju garantoj unë. Tirana do kishte një rezultat aq spektakolar sa juve po s'na dha mundësia ta venim. Po e bët, shiko, po e bëri çdo njeri, po e bët dhe ju. Po e bën dhe figurat, po themi, më të signifikative të po zbritën te retorika gjithmonë, e kupton, nuk është. Jo, nuk po them që tani le ta thjeshtoj. Ja po ta thjeshtoj. Ja po ta bëjmë konkrete. Ja po ta bëjmë konkrete akoma. Që edhe për publikun. Ti thua që ne po hymë në një ndeshje, jemi 2 ekipe dhe po hymë në fushë. Ronaldo thua ti se ka moralin të vi në fushë, se ka bërë këtë gjë. Ky tjetri ka thyer këmën, ky tjetri ka vjedhur dhe ne do fitojmë sepse ekipi tjetër, më fal. Sepse ekipi tjetër thua ti ka dështuar për këto arsye dhe nuk e ka moralin të fitoj dhe është I dobët për këtë. Ore të lutem shumë, çfarë projekti ke bërë për ekipin tënd që të fitoj realisht? Kaq e thjeshtë është. Nuk është më e vështirë se kaq. Kaq e thjeshtë është. Duhet ju mbush juve mendje post facto. Jo ta mbushesh mendjen. Ore unë nuk gjeja si përgjigje për këtë. Jo vetëm nga ju. Ju mos prisni përgjigje, sepse gar për Tiranën spati. Jo, një sekond. Kur ket flitet çdo flasim. Unë ju kujtoj diçka, ju pëlqen apo s'ju pëlqen? Si përgjigje, folën njerëzit në sot. Edhe një herë, zoti Osmani. Zoti Osmani. Zoti Osmani. Flasin njerëzit. Flasin njerëzit. Pra, nuk kemi ne që themi s'kan moral ata, ta thonë njerëzit që s'kan moral ata. Dhe folën njerëzit përmes sondazheve. Dhe folën shumë qartë. Dhe në këtë studio janë tregu sondazhet. Unë I kam dëgjuar live me thënë drejtën, nuk I kisha më parë. Nuk mund të niseni që I ka rënë pozitës, I ka rënë arsyeja, I ka rënë, po themi, janë... Po do nisesh patjetër se ata e keq menaxhuar këtë vend. Po të kishin qenë ata menaxhues të mirë të këtij vendi, atëherë s'kishte në arsye neve. Sepse diskutoni zoti Osmani, projekti o zoti Alimenti, me ty e bëj dhe më kollaj këtë bisedë. Shiko Ola, shiko çfarë ndodh. Të them një detaj shumë I rëndësishëm. Shiko çfarë ndodh. Jeni duke kërkuar një diçka të një situate e cila nuk ndodhi, sepse u ndalua të ndodhte, nuk pati fushat Tirana, që ju të merrshit përgjigje për pyetjet tuaja. Nuk pati. Ne po përgatiteshim me strukturat. Ola, unë sapo I thash, mi thuaj të gjitha gjërat që menduar, kemi vetëm një gjë, tha, që ai Erioni këty Balluku këtë gjë më tha. Pra, projekti se si do të ndryshonte Tirana me Binaj. Po doni të dëgjoni atë që po ju them. Neve ishim në momentin e përgatitjes zgjedhore, që do të thotë, po merreshim me strukturat tona dhe me njerëzit. Dhe përgatitja I gjithë programit dhe gjithë shpalosjes programit që do ishte në momentin kur ka një fushat.
po fushata u ndalua. Nuk pati pra çfarë t'ju them. Pati fushat. Nuk pati një fushat. Dhe ju doni apo s'doni ju, fushatën negative të Partisë Socialiste, bën vetë Partia Socialiste, s'kena nevojë ta bëjmë ne. S'kam nevojë të them asgjë. Pse ju mendoni që kam nevojë t'ju them unë? Si mendojnë njerëzit që Partia Socialiste nuk abuzon? Që Bashkia Tiranë, për shembull kur e thoni këtë, apo me zhvillimin që erdhi më vonë, me vërtetë kemi për çfarë kemi më. Do bëjmë xhiro deri në sharr për ta parë ashtë inceneratorit ty apo jo? Jo, okay. Ka nevojë ta them. Dëgjoj, se tash neve po themi gjërat e dukshme. Po mendoni juve që njerëzit mendoni juve që këto bëj një analizë, mendoni ju që këto abuzime. Jo, ta them thjesht analizën. Do ma leni ta bëj unë pyetjen? Përgjigjen? Jo pra. Mua patjetër, mua nuk. Do i marrim gjërat me radhë. Thotë ju prisni që të rrëzohen këta që të fitoni ju pra. Ndërkohë keni zënë në zgjedhjet parakoshme. Po patjetër. Po përndryshe s'ka zgjedhjet parakoshme. Dhe ndërkohë me anë të opozitës keni siguruar pronësinë e opozitës. Një sekond. Zoti Osmani, se ju tu pastaj unë si qytetar ju bëni diferencë, ju bëni ngatërres ndërmjet zgjedhjeve të rregullta dhe zgjedhjeve të parakoshme. Po jo pra. Po ta bëjmë qartë audiencës? Pra këto janë zgjedhje ndryshe nga e zakonshme. Zgjedhjet të parakoshme do të ishin se nuk janë. Zgjedhjet parakoshme ose të pjesë, quajnë si doni. Parakoshme bëhen për një arsye të caktuar. Dhe në Tiranë bëheshin zgjedhje se nuk da dorëheqje njëri në Tiranë, se u bë deputet apo jo, siç ndodh në një bashki tjetër. Në Tiranë, zgjedhje parakoshme ndodhen se kryetari i bashkisë Tiranës është në burg. Dhe ka çu spaku për abuzime, korrupsione me radhë, për çështje të vogla, se ka çështje shumë të mëdha që si ka hapur. Por kjo është arsye pse janë aty, tash ne nuk mund të mohojmë arsyen. Pse është aty? Po kjo është zgjedhje parakoshme. Në zgjedhje të rregullta, patjetër fillon që në fillim dy palë nisin me program. Por ka një diferencë shumë të madhe njëra me tjetrën. Prap duhet kishit programin tuaj sot, pra nuk duhet të përfitoni nga kjo situatë që... E mora unë këshillën dhe unë ja thash, programi del në fushat, programi nuk del kot. Hajde flasim që tash tim pas 2 vjetësh. Është një pyetje e thjeshtë, kush janë arsyet që duhet fitosh ti more? Kjo është kaq e thjeshtë është kjo gjë. Ndoshta vazhdojmë ose s'u kuptoni. Aja bëni ju këtë pyetje ose s'u kuptoni. Shumë mirë. Bile nga ty kërkoj më shumë se ka. Apo sqaro. More nuk pati fushat, nuk pati. Shiko, nuk u shkarkua ajo me dhe ti vjen edhe bën denoncime më qytetare, më të vendosura më mirë, po themi në elokuencë, po janë thjesht ju ftoj, flisni me gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, t'ja ngreni këto probleme, sepse do doni dishin disa. Unë qëllimisht nuk hyra shumë thellë, se nuk unë nuk kam se t'ju jap. Unë nuk djeg etapa. Unë nuk djeg etapa. Etapa ishte e qartë. Kur ka zgjedhje, regjistrohet një apo më shumë kandidat dhe paraqesin platformat dhe programet e tyre. Po kur ka zgjedhje, ju kërkoni një platform pas zgjedhje. Ekipi dhe ju jeni gati në çdo rast nëse do të zhvillohen zgjedhjet. Absolutisht. Nesër. Edhe nesër. Po në rastin se zgjedhjet do të zhvillohen në kohën e vet. Pra që do të jenë të rregullta, Binaj do të jetë sërish kandidat, ju do të jeni sërish